Në prag të çeljes së sezonit turistik, qeveria ka vendosur që të rrisë standardet dhe mënyrën e funksionimit të operatorëve turistik në vend. Në draftin e hedhur për konsultim, synohet që të rritet cilësia e shërbimit të ofruar nga subjektet që ushtrojnë këtë veprimtari nëpërmjet punësimit si drejtues teknik të një personi i cili ka eksperiencë pune të mëparshme në fushën e turizmit. Në projekt vendim përcaktohet që drejtuesi teknik për nevojat e ushtrimit të veprimtarisë së tij duhet të vërtetojë se zotëron të paktën 2 gjuhë të huaja nëpërmjet një dëshmie apo certifikate. Operatorët turistik, duke pasur si drejtues të aktivitetit të tyre një person të arsimuar, do të mundësonin ofrimin e një shërbimi më cilësor për klientin, në një kohë që veprimtaria zhvillohet në bashkëpunim me furnizues të shërbimeve brenda dhe jashtë vendit, si dhe me operatorët turistik të huaj. Në këtë mënyrë, nëpërmjet këtij projekt vendimi, synohet që të rritet konkurrueshmëria në rajon dhe më gjerë. Në lidhje me funksionin e inspektimit të veprimtarisë së operatorit turistik, është saktësuar se institucioni përgjegjës për inspektimin është struktura për inspektimet në fushën e turizmit, e cila funksionon pranë Agjencisë Kombëtare të Turizmit dhe do të mbikëqyrë zbatimin e kuadrit ligjor për veprimtarinë e operatorit turistik. Shqipëria pritet që të ketë fluks turistësh të huaj gjatë kësaj vere, ndërsa shifrat tregojnë se vetëm gjatë muajit janar vendin tonë vizituan më shumë se gjysmë milioni turistë të huaj. Gjatë këtij viti pritet një zgjerim i hartës nga do të vinë turistët e huaj. Kjo e nxitur edhe nga linja direkte të fluturimeve të cilat janë shtuar së fundmi, kryesisht me vendet e lindjes së mesme.